Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Një emision i jashtëzakonshëm i cili vjen drejt për së drejti dhe do të ketë në fokus tragedinë në Koçan. Qyteza me 25.000 banor po përjeton tragedinë e madhe ku në diskotekën e qytetit 59 vetë humbën jetën nga zjarri që përfshiu atë. Në mesin e viktimave ka edhe minoren, ka edhe një polic, 5 antarët e grupit DNK, por dhe viktima që janë nga qytetet e tjera. Maqedonia e Veriut është në zi. Tragedia e madhe kujton viktimat e tjera të mëparshme që gjithashtu humbën jetën nga zjarret e përfshira në autobus, e spitale, e të gjitha këto të përbashkët kanë mos funksionimin e institucioneve. Pyetje të shumta bëhen sonte. Fillimisht, si është gjendja shëndetësore e mbi 150 të lënduarve? Si janë familjarët që humbën fëmijët e tyre? Por mbi të gjitha, kush do të mbajë përgjegjësi për tragjedinë? Pse diskoteka ka pasur licenca falso? E pse është lejuar të funksionojë një objekt që siç thuhet nuk ka pasur kushtet e duhura? Por mbi të gjitha, a duhej të ndoste edhe një tragjedi kaq e madhe që të përballemi të gjithë edhe një herë pa përjashtim me të vërtetën e hidhur se çdo tolerancë, mos respektimi të ligjit, anashkalimi të tij, mos funksionimi të institucioneve merr jetë njerëzish. Asnjë nuk kishte nevojë edhe për një leksion të tillë. Ngushëllime të sinqerta familjarëve dhe të gjithë atyre që bashkë ndjejnë në këtë tragjedi. Jeni me programin 200. Dhe kemi ndjekur gjithë ditën njoftimet, informacionet dhe faktet ashtu siç janë shpalosur. Do ndalemi sot bashkë më shumë në dimensionin human. Në studio kam kolegun Avni Tahiri, ai gjithë ditën ishte në terren, do të sjell dhe do të përshkruaj për ne atë që ndoshta nuk e ka kapur objektivi i kamerës. Do të krijojmë lidhje edhe një herë me qytetin e Koçanit, qyteza që është vetëm 100 kilometra në lindje të Shkupit. Atje është kolegu Mihajlo Donev. Ai vjen pikërisht nga ajo zonë dhe do të sjellë edhe gjendjen emocionale të qytetit, sa të pikëlluar janë njerëzit dhe si do e përballojnë gjithë këtë tragjedi. Më vonë do të krijojmë një lidhje edhe me Hamdi Sulemanin, arkitekt dhe aktivist, por mbi të gjitha ai është delegat i dhomës së arkitektëve dhe inxhinierëve që ka punuar në një rregullore për masat për mbrojtjen nga zjarret dhe eksplozionet. Këtu, siç thash, kam në studio Avniun. Avni, faleminderit. E di që gjithë ditën ke qenë në terren. Do të flasim bashkë për atë çfarë ke parë, por nëse më lejon fillimisht të krijojmë lidhjen me kolegun ton Mihajlo Donev, i cili është në Koçane, për të marrë, si me thënë, informacionet e fundit edhe siç kemi thënë, edhe pse siç kemi thënë, pra i kemi ndjekur hap pas hapi. Mihajlo, благодарам što si del od ova emisija. Во почеток сакам да те прашам кои се последните информации за настаните кои ги следиме чекор по чекор секој ден. Целиот ден, се извинувам. Така, Назим, ние се наоѓаме овде во Кочани, каде што во врска со големата трагедија, последните информации всушност доаѓаат од државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Тој всушност изнесе дека над
трагедијата и претходеле низа на пропусти од страна на собствеништвото на оваа дискотека, практично објект кој што не ни бил регистриран како угостителски, туку како индустријски објект. Дискотеката е регистрирана како индустријски, а не угостителски објект. Истата била полна со запаливи материјали. Дискотеката немала хидрант, дискотеката го немала ниту потребниот број на противпожарни апарати со кои што треба да се гасе, да се интервенира доколку дојде до некој немил инцидент, како што беше случајот синоќе, како што веќе реков, доста неправилности. Поради сето ова, Коцевски рече дека околу 20 лица биле сослушани до сега. Едниот од нив спомена дека на информативен разговор бил повикан и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Не сакаше да открива премногу детали, освен фактот дека обвинителскиот тим од 6 луѓе кои што овде работат на терен ги испитуваат околностите. Утре ќе биде надополнет за уште најмалку 3 до 5 мина обвинители кои што ќе дојдат од Скопје и ќе помогнат во утврдувањето пред се на причините, меѓутоа и сите други околности поврзани со оваа голема трагедија. Затоа сепак што точно порача Коцевски денеска овде од пред судот и обвинителството практично во Кочани, предлагам да слушнеме од изјавата во продолжение. Објектот немал хидрантска мрежа, ниту имал хидрант во употребна функција. Немало доволен број на ПП апарати според квадратурата на објектот, односно имало само 2. Немало 2 излезни врати, пропишани за евакуација на луѓе, туку имало една единечна импровизирана метална врата на задниот дел од објектот, но истата била заклучена со катанец и без квака од натрешната страна и обложена со гипс картон и сунџер за звучна изолација. Немало пристап за ПП возила од двете спротивни страни согласно правилникот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Натрешноста на објектот била обложена со гипс, картон, но истиот не бил со огноотпорни својства. Немало спуштен таван со противпожарна отпорност, истата непрописно била обложена и со материјали за звучна изолација, како и за визуелни ефекти со лесно согорливи материјали. Во објектот противзаконски биле користени пиротехнички материјали на висина од 3 метри, без соодветна дозвола и без друштво со овластување за палење на пиротехничките материјали. Исто така, на лице место бил присутен и Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, со тоа што констатирано е дека објектот во кој е склучена несреќата согласно имотниот лист е регистриран како деловен објект за лесна индустрија со површина од 419 метри квадрат. Не е извршена пренамена на објектот од лесна индустрија во угостителски објект. И покрај тоа што за објектот нема пренамена за работа како угостителски објект, истиот има дозвола за работа од Министерството за економија како за угостителски објект издадена уште пред 15 години. Така ги стучнавме сите овие детали, односно сите оние неправилности кои што и претходеле на големата трагедија која што се случи овде во Кочани. Одговорност пак за сите ќе има, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски, изразувајќи сочувство до семејствата на загинатите и генерално до сите засегнати страни. Премиерот рече дека прашањето за морална одговорност всушност е реторичко прашање, дека сите во овие моменти треба да чувствуваат. Тој истакна дека откако стапил на функција ќе се бори против криминалот и корупцијата, посочи дека така ќе биде во иднина, дека секој оној кој што на кој било начин е поврзан со овој случај ќе биде повикан од страна на надлежните органи и не само повикан, туку дека сето тоа на крај ќе резултира со кривична одговорност. Тој исто така рече дека не планира воведување на вонредна состојба, меѓутоа како што веќе реков, насочи дека се ќе оди во таа насока, одговорност да има за овој случај, односно да колку што е можно да се задоволи правдата за големата трагедија која што го погоди Кочани. Предлагам во продолжение да ја видиме изјавата на премиерот.
Ова трагедија е подсетник колку животот е кревок и колку малку е потребно за една обична ноќ да се претвори во незамислива загуба. Веднаш беа превземени првите чекори за справување со последиците, а во моментов ги имаме информациите дека објектот каде што се случи несреќата има фалсификувана лиценца која е издадена во март 2024 година за мито. Без разлика кој од која институција е, на кое ниво, од која партија, од која професија и така натаму до последниот. Очекувајте, кога станува збор за одговорност, дека нема да има милост. Ке мора да има одговорност со име и презиме. Последните денови ќе превземеме низа на мерки и активности и одлуки кои ќе значат многу во борбата за оваа земја и во име на сите жртви на оваа трагедија и на нивните семејства. Тоа ви го должам вам, го должам и на семејствата на загинатите, и на медиумите, и на секој еден човек во Македонија. Тоа беше пораката и од... Да, Михајло? Да, тоа беше пораката и од премиерот, како што веќе реков, ќе се оди кон тоа да има кривична одговорност и секој оној кој што учествувал, бил дел од оние неправилности кои што ги каже и да... Ka një shkëputje të vogël, por besoj që do ta rikrijojmë lidhjen. Se nadewam дека повторно ќе може да воспоставиме врска. Нашиот новинар Михајло Донев е во Кочани. Михајло, ти си од тој крај и сакам да те прашам малце за тие што можеби не знаат колку голем град е Кочани и што значи ова трагедија за овој град. Si duket kemi një shkëputje, një problem me zërin, por në studio këtu me mua është Avni Tahiri, do t'i rikthehemi kolegut, por Avni edhe njerë falimderit se ke qenë në teren gjithë ditën. Ta mbajmë ndoshta këtë bisedë, këtë emision në një kontekst më human, sepse informacionet e tjera do t'i risjellim përsëri, por garegjia ma bëjnë me dije se e kemi Mihajlon. Mihajlo, eve i prashanje повторно за тебе. Ти си од тој крај, како што реков. Може ли да го опишеш градот и што, колкава трагедија е ова за тоа мало градче? Така, Назим, се надевам дека сега се слушаме. Да, сега е во ред. Значи вака, така, Кочани е град со околу 20.000 жители и ова представува една огромна трагедија. Како што веќе кажа и ти, јас живеам во околен град блиску до Кочани и практично градовите од истокот секогаш се, како да речем, на некој начин поддржуваат. Менталитетот меѓу граѓаните е сличен и сите градови околни денеска се завиени во црно, практично не е само Кочани градот кој што тагува, иако Штип е градот каде што исто така имавме неколку од жртвите, меѓутоа и таму денеска со часови луѓе на плоштадот палеа свеќи во знак на изразување на сочувство, секако и почит кон загинатите. Инаку, како што веќе реков, околу 20.000 жители број Кочани, практично е град познат по производството на ориси и други земјоделски култури. Станува збор за народ со традиција. Овде имаме граѓани кои што долги години живеат и работат овде, и сите оние кои што денеска успеавме со нив да поразговараме велат практично дека ваква трагедија е незапаметена, дека никој не очекувал вакво нешто, дека ќе се случи. Како што можете да видите, претпоставувам дека можете да видите, зад мен има граѓани кои што и натаму и во овие вечерни часови палат свеќи, оддаваат почит. Значи станува збор за една трагедија која што нема да биде забрзо заборавена. Луѓето паметат, завиени во црно.
И ова е Михајло, сакам да те прашам, во овој момент дали има информации колку од повредените се во Кочани? Ние целиот ден следиме што се случува со тие што се потешко повредени, секако другите се во Скопје, во други градови, но колку се во Кочани и што знаеш за нив повеќе? Така, во општата болница во Кочани има само неколку лица. Мислам дека станува збор за 2 или 3 лица кои што се овде, бидејќи ова е на ниво на општа клиничка болница, повеќето се во Штип, Скопје, најголем дел, како што кажа ти. Моментално состојбата на тие лица не ни е позната, знаеме дека има нешто над 20 во критична состојба, меѓутоа конкретно за оние кои што се наоѓаат во Кочани, не знаеме во каква, немаме информации за тоа во каква состојба се наоѓаат, меѓутоа како што веќе реков, многу мал дел од нив се лекуваат практично овде. Инаку, исто така, голем дел од нив бидат испратени и на лекување во некоја од соседните земји. За крај сакам да те прашам како ќе влијае ова трагедија за градот, за целиот регион, имајќи предвид тоа што видовме со сликите, со родителите и со се и целата реакција која ја има. Што тоа ќе значи за градот во поширока димензија? Назим, ликот на овој мал град никогаш нема да биде ист. Вечерва можевме да видиме како овде пристигнуваат новинарски екипи од Шведска, од Германија, од други земји подалечни, не само од Србија и Бугарија. Навистина е тажно што градот Кочани денеска беше светска вест. Од BBC, CNN, сите пишуваа за Кочани, меѓутоа во една многу лоша конотација. Тоа значи дека на долги стази ликот на овој град за секогаш се менува, како што веќе реков, останува завиен во црно од еден град кој што беше познат во сигурно, можеби не во светски, меѓутоа низ цела Европа беше познат како производител на ориз, како град во кој што има луѓе кои што се занимаваат со земјоделски култури, работат за сопствената земја, го ценат своето, сега практично се менува во еден град во кој што се случувала корупција, во кој што имаме едни недоследности кои што допрва треба да се истражуваат, меѓутоа се факти, како што каже и државниот обвинител, не се почитувале многу работи за да дојде до оваа несреќа, едноставно се создава една друга слика, целата хармонија на градот се менува и повторно сме во она корумпирано сценарио и генерално она доверба од судството 2% ни кажува дека не заобиколува ниту помали градови како што е Кочани. Во иднина секако чекаме расветлување на сите овие настани да видиме што точно се случува, кој се е одговорен практично за тие пропусти под кои работела оваа дискотека, но генерално Кочани Назим никогаш повеќе нема да биде ист. Михајло Донев, ти благодарам многу за ова јавување. Секако ќе се јавиш повторно малце покасно за вестите на Алса. Të falemderit shumë. Propozoj një shkëputje dhe të vazhdojmë bisedën me kolegun këtu, Avni Tahiri, ndoshta për të njëjtat pyetje, por nga një dimension tjetër. Na ndiqni. Jeni me programin 200, një emision të jashtëzakonshëm. Në fokus ka tragjedin në Koçan. Avni, nga aspekti human dhe njerëzor, kur ndodh një ngjarje e tillë dhe ti shpesh me punën tënde je pra njerëzve, prandaj edhe ta bëj këtë pyetje. Kur ndodh një tragjedi e tillë në një qytet të vogël ku ndoshta secili e njeh secilin, çfarë nuk pamne nga ajo që përcollën kamerat? Realisht pyete kolegun pak më herët se sa persona ishin të lënduar. Unë do të thoja që spitali i përgjithshëm në Koçani ishte shndruar sot në një vend morgu ku gjitha të familjarë që ishin aty në çdo 5 minuta mund të dëgjoje të bërtitura duke marrë informata nga brenda se një i afërm i tyre ka ndruar jetë dhe vazhdon të jetë aty dhe pritni që në çdo moment ose të dorëzohen atyre ose të shkojnë për obduksion. Sa po arrita nga vendi i ngjarjes, për realisht linkun e fundit e kishim atje para spitalit. Situata ishte tensionuar së fundmi sepse ishte bërë një kohë që nga mëngjesi deri në orën 19 që familjarët pritnin që të marrin ndonjë përgjigje ose të marrin të afërmit e tyre që kishin aty dhe ishin për fat keq viktima apo që kishin humbur jetën.
u tensionua gjithë çështja, filluan edhe ta bllokojnë rrugën për që të mos i dërgojnë për obduksion dhe më pas u morën vesh ndërmjet institucioneve që të bëhet edhe obduksioni dhe më pas të dorëzohen viktimat familjarëve. Them edhe një herë përsëris, në çdo 5 minuta dëgjohen nga një piskam, në çdo 5 minuta dëgjohen nga një bërtitur ndonjë nënë që kishte humbur fëmijën apo të miturin e tyre, sepse shumë nga ato ishin edhe të mitur realisht. Ajo që të bën përshtypje pa diskutim kur dëgjon kryeprokurorin, kryeministrin, por edhe zyrtarët e tjerë, është parregullësia e madhe. Por në një qytet që është i vogël, edhe qytetet tona ne ku jetojmë janë të vegjël, ku secili e njeh secilin, a mendon që do të mund të kërkohet përgjegjësia në mënyrën më skropuloze të mundshme, sepse ne jemi viktimë të vazhdueshme, siç thash edhe në çeljet e programit, të tolerancës ndaj mos respektimit të ligjeve dhe të rregullave. Sigurisht kjo gjendje nuk ka ardhur brenda një dite, sepse ajo diskotek besoj ka funksionuar gjatë çdo fundjavë, ka pasur organizime të tilla dhe jo rastisht kanë shkuar në një aheng të tillë dhe këngëtar të njohshëm siç ishin Denka. Ato normalisht në këtë objekt kanë sjellë edhe njerëz dhe gjithë kanë qenë të informuar se ndodh një ngjarje e tillë apo një aheng i tillë. Edhe jo vetëm këtë vikend, sigurisht ka pasur edhe vikende tjera. Edhe për mendimin tim për të lëshuar një fëmijë 14 vjeçar që të marrë pjesë në një aheng të tillë deri në ora 3:30 dhe mos kontrollohet nga institucionet, është një lëshim tepër i madh për ne si shtet. Nga aspekti njerëzor, kur e shikon këtë tragjedi javni, sigurisht pikëllimi e përshkrove, atmosfera, në fakt të tillë janë ndjerë të gjithë sot njerëz që kanë folur, që i kanë parë, por a bëhen edhe atje pyetjet e mëdha, kush do të mbajë përgjegjësi? Si është lejuar kjo gjë? Kishte nga prindrit që kishin humbur fëmijët e tyre aty para spitalit dhe pritnin një përgjigje nga institucionet se kur do u dorëzojnë të afërmit e tyre. Non stop i bënin këto pyetje dhe ishte shumë e vështirë për të marrë deklarata realisht, sepse ishte gjendja e tensionuar. Mbi të gjitha familjarë që bërtitnin, kërkonin përgjegjësi nga institucionet, thoshin të vinë udhëhecit e shtetit dhe të marrin përgjigje nga ata sepse ka ndodhur e gjithë kjo. Kush i ka bërë lëshimet, pse nuk janë marrë masat e duhura që mos vije deri këtë ngjarje të tmerrshme. I gjithë shtipi sot edhe sepse kishte edhe nga shtipi. Realisht kur kthyen këndej edhe i shtipi është mbuluar me vetë kunezi dhe në qendër të shtipit vendoshin edhe qirinj për të vdekurit apo viktimat. Regjia pak më herët shfaqi do pamjet e diskotekës. E luz në ndërkohë regjin që të bëjmë edhe lidhjen me Skype me Hamdi Sulemanin, arkitektin dhe aktivistin, sepse edhe ai do t'jap disa detaje specifike për atë se si institucionet nuk i kontrollojnë objektet, por edhe çfarë masa duhet të marrë çdo objekt për mbrojtjen e zjarreve dhe eksplozioneve. Do të lidhemi me të, por më përshkruaj pak qytetin, rrugën, ku ishte kjo diskotekë, nga ajo që shohim ne nga larg dhe nga imazhet që ne kemi për atë se si duhet të jetë një diskotekë, ajo pa dashur të prejudikojmë apo, por kështu janë informacionet, ai objekt nuk duket se i plotson kushtet për të qenë një vend ku do të mblidhen me qindra njerëz dhe ku ka elemente sigurie. Përderisa e bëra një intervistë me një familjar që ishte duke prit për një përgjigje në spital, më tha që kishte punuar në këtë vend më herët dhe ky objekt ka funksionuar një konfeksion më hershëm, domethënë edhe pastaj është shndruar në një vend apo në një diskotekë, në një klub dhe sipas saj vendi që apo gratë që kanë punuar në këtë vend kanë qenë diku deri në numrin 100. Më shumë nuk ka pasur edhe vend realisht. Përveç kësaj kanë munguar emergency exit door apo dera që duhet në raste emergjente të dilet nga dy anët, ka qenë vetëm një derë e cila
Nëpërmjet asaj dere realisht kanë tentuar dalin gjithë ata. Dhe përderisa e bëra një deklaratë apo më mora një deklaratë një vajze që fatmirësisht kishte shpëtuar dhe ishte lënduar pak, ajo tha se dikundi ishte në mes të diskotekës dhe përderisa kishte dalur, i ka mbetur motra e vet apo motra e saj brenda dhe ende nuk dinte për fatin e saj. Ishte pamje totalisht e tmerrshme. Sigurisht aksesi tani te diskoteka është e pamundur sepse është në nënhetim, por nga pamjet dhe me dronë dhe me ato që po shohim, duket që në fakt nuk i ka plotësuar kushtet. Lus Regjin të më tregoj, më duket që në fakt kemi në linjë tashmë arkitektin dhe aktivistin Hamdi Sulemani. Faleminderit për këtë lidhje, Hamdi Sulemani. Besoj se dëgjohemi. Gjatë gjithë emisionit kam përshtypjen që edhe ju e keni ndjekur, pam reagimet e njerëzve, pam deklarimet e prokurorit, të zyrtarëve të lartë, ja dhe përshtypje e gazetarëve. Dua fillimisht t'ju pyes personalisht, edhe si arkitekt, po edhe si një aktivist i njohur qytetar, çfarë përjetuat ju, çfarë ndjet kur i pat pamjet e kësaj tragjedie? Përshëndetje Nazim. Faleminderit për ftesën që na dha mundësinë që të shpjegojmë një pjesë të punës të përditshme që e bëjmë ne. Unë si një arkitekt i licencuar dhe një projektues i themi kësaj fazës PPZ apo fazës kundër zjarrit në Republikën e Maqedonisë, sot u ndjeva shumë keq kur e pash këtë lajm dhe fillova të dyshoj edhe në vete se çfarë pune po bëjmë dhe e bëjmë ashtu siç duhet. Po derisa po paraqite edhe një dalje në Facebook se do të jem prezent këtu tek emisioni juaj, po më shkruajnë disa shokë ku thuajnë që të dalim në protesta dhe të organizojmë të bllokojmë çdo gjë të mundshme këtu në këtë shtet. Por do kisha bërë një thirrje, po ne do të dalim aty, me kënd do të dalim, me 230.000 apo 250.000 administrator, prind të aty në fëmijëve, të cilët shumica e tyre kanë dhënë në leje për atë objekt, kanë dhënë vendime të ndryshme, apo çdo ditë japin edhe me ato të dalim dhe të bëjmë të blokada. Jo, ato nga nesër nëse nuk kanë forcë dhe mundësi që kryetari i partisë, kryetari i komunës dhe të tjerëve t'i thuajnë jo për nënshkrimin e dokumentacionit, ato duhet një herë përgjithmonë të lishojnë ato vende pune dhe ta zbrazim atë administrat nga njerëz të cilët vepruan në atë mënyrë. Sa i përket deklaratës të prokurorit publik Koçevski, filloi të potencoj hidrantet, pepe aparatet, hyrjet daljet në diskotek. Ata janë gjitha nga rregulloria e cila është në vijim e vitit 2020, e cila po përdorim në çdo ditë në projektimin e këtyre objekteve, dhe kush i kontrollon ato? Duhet urgjentisht të kthehet në fuqi leja për përdorim të objekteve. Duhet të kontrollohet çdo objekt i cili po lëshohet në përdorim. Shumë është thjeshtu ligji për ndërtim dhe me një deklaratë të një mbikëqyrësit dhe pa kontroll në teren, përveç disa komunave në qendër të Shkupit, në Karposh apo diku tjetër, dilet në teren dhe kontrollohet objekti, kurse në këto qytetet provinciale të ndryshme nuk kontrollohet asgjë. Hamdi, dua të të pyes këtu edhe ta shpjegojmë për publikun se çdo të thotë kjo. Unë thash edhe gjatë përgatitjes së emisionit ne komunikuam disa herë, ti je arkitekt, megjithatë je pjesë edhe disa trupeve, njëra prej të cilave apo ka qenë edhe trupi punues për një rregullore për masat për mbrojtjen e zjarreve dhe ndaj zjarreve, kundër zjarreve dhe eksplozioneve. Tani, çfarë duhet të ketë çdo objekt që ka një numër të madh njerëzish aty, që kur të vi një aksident zjarri, mos të ndodhin tragjedit. Le ta shpjegojmë një herë se çfarë nuk po ndodh në këto objekte, çfarë mungon në këto objekte. Dhe pastaj të kalojmë ta shpjegojmë se kush do t'i kontrollojë dhe pse nuk e ka kontrolluar. Të qartësoj për opinionin, unë jam edhe delegati arkitektëve nga rajoni Tetov, Gostivar, Kërçov, Dibër, në dhomën e arkitektëve dhe inxhinierëve, një nga 74 delegatët të cilët i prezantoj denjësisht, e din shumica nga kolegët tonë, dhe në atë, si ta themi, në atë katedrë të arkitekturës dhe gjitha katedrat tjera është punuar dhe përpilohet një rregullore e re për mbrojtje kundër zjarrit qysh 5 vite më parë dhe deri në vitin 2022 është përfunduar ajo rregullore,
e keni edhe fotografin të cilën mund të regja të marrë dhe të përdor të shoh, e cila sot po rrin në syrtaret e Ministrisë së Transportit, Drejtorisë për kundër zjarr dhe të premierit të shtetit. Disa nga elementet kryesore do të lexoj në gjuhën maqedone dhe më pas do t'i përkthej edhe në gjuhën shqipe. Nga rregulloria për planifikim dhe për projektim të objekteve për kundër zjarr thotë kështu: objekti i prostori od objektите koji prima ato tilja da jedan do 1500 lica se projektirat со najmalku 4 izlezi koji voda direktno na slobodan prostor. Kjo është një ndër elementet kryesore. Thotë za objekti i prostori od objekti koji se pogolem kapacitet od 1501 lice pri projektiranja na sekoj 500 lica se dodava ushte po jedan vles so najmala širočina od 1,4. Nëse shkohet në terren dhe kontrollohet dhe ashtu si e potencoi edhe krye prokurori tha se ka pasur vetëm një derë, atëherë ajo është mizore. Ka edhe një detaj tjetër, vogël, thotë kështu: za diskoteki merkite od člena 20 i 26 od pravilnikot za primenуваat i slednite merki. Diskotekite so kapacitet pogolem me 300 posetitelji, ne se projektiraat i izveduvaat vo podzemni spratovi ili na spratovi na visočina pogolema od 8 metri od kotata na okolni teren. Do kisha bërë edhe një thirrje, do e shfrytëzoj këtë mundësi që jam i lidhur tek emisioni juaj. Këtë detaj dhe këtë thirrje të shfrytëzoni edhe për në lajmet edhe në mundësi të tjera që ta ndigjojnë edhe kreu i shtetit, kryeministër, ministër apo të tjerë. Po shfrytëzoj rastin të bëj thirrje kryeministrit të Maqedonisë zotrin Mickovski, njëkohësisht edhe ministrit të transportit zotrin Nikolovsi dhe drejtorit të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, urgjentisht të shqyrtoj draft rregulloren e cila është përgatitur nga ekspert të shkëlqyer, profesor universitar së bashku me disa individ nga drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, që sa më parë të hyjë në fuqi rregulloria e re, e cila do ndryshojë shumë gjëra në vend. Rregulloria është shumë e rrept dhe shpesh herë institucionet kanë frikë se nuk do të mund të implementojnë të njëjtën. Kysh nga viti 2022 e njëjta po kontrollohet, revidohet dhe as sesi nuk hyn në fuqi. Është momenti i duhur dhe duhet shfrytzuar që o sot o kur të fillojë të funksionojë sistemi dhe implementimi i rregullores së re. Për hir të asaj që emisionin e keni edhe në gjuhën maqedone, do kisha dashur që të njëjtën ta lexoj edhe në gjuhën maqedone dhe të dërgoj një porosi ashtu si na ka hije si profesionist të këtij vendi. Ja iskoristuvam ova prilika i sakam da mu se obratam na premijerot na vladata na Republika Makedonija gospodin Mickovski, istovremeno i na ministra za transport gospodin Nikolovski, kako i direktorot na Direkcija za zaštitu i spasuvanje. Urgentno da je razgledat nacrt pravilnikot koji je podgotven od eksperti od komorata na ovlašteni arhitekti i inženjeri, u kojoj učestvovali univerzitetski profesori zajedno su nekoliko lica od Direkcijata za zaštitu i spasuvanje. Što pobrzo da влезе во сила таа регулатива, koja se nadevам дека ќе промени многу работи во државата. Регулативата е многу строга и често институциите се плашат дека нема да може да ја имплементираат. Од 2022 година таа се проверува, ревидира и сепак не влегува во сила. Ова е вистинскиот момент и треба да се искористи или денес или никогаш да започне да функционира системот и имплементацијата на новите правилници. Këtë thirrje do të bëjmë gjithë profesionistët që jeni. Hamdi Sulemani, tani që ta sqarojmë, ju e bët thirrjen, e bët në 2 gjuhë, ju ndihmuat dhe gazetarëve, por rregulloria ekziston dhe nuk është zbatuar. Pyetja ime për ju është, ja aty vetë disi e ngrini dilemën, ku thoni se ka pas frikë se nuk do të respektohet kjo rregullore. Pse ekzistojnë këto frika që rregullore dhe ligjet nuk do të zbatohen dot, dhe do shta pyetja më e rëndësishme, kush do t'i kontrolloj, sepse siç po shohim, ka munguar kontrolli për të gjitha këto problemet të cilat ju foli prokurori, foli kryeministri. Shihni Nazim, ekziston një rregullore e cila ka pas ndryshimet e fundit në vitin 2020 dhe është një absurditet që gjatë projektimit, jo që jam projektant, por njëkohësisht jam edhe mbikëqyrës i disa objekteve, gjatë projektimit, kur projektojmë, ne tentojmë të respektojmë çdo milimetër të asaj rregullore, pasi që ne marrim mendim nga drejtoria për
për mbrojtje nga zjarri, mbrojtje dhe shpëtim. Me atë mendim, më pas dërgohet në komunat apo institucionet përkatëse ku merret leje për ndërtimin e atij objekti. Ku ndros kontradikta këtu kryesore, ku pas ndërtimit të saj, shpeshherë investitorët po anashkalojnë ato harxhime, se janë harxhime marramense, hidrantet, aparatet kundër zjarrit apo sistemi sprinkler, janë sisteme të shtrejta dhe ata nuk implementohen dhe të njëjtët investitor po gjejnë kolegë tanë, mbikëqyrës, inxhinier të sferave të ndryshme dhe çdo objekt ka një mbikëqyrës kryesor dhe po nënshkruhen raporte fiktive dhe më pas të njëjtat dorëzohen. Në disa komuna në Shkup, në Karposh, në Qendër dhe në disa komuna të tjera po bëhen bashkë me atë raportin teknik dhe disa kontrolle në terren. Për fat keq, në komunat tona, në komunat rrethin ku jetojmë, si në Koçani, në Tetov dhe në komuna tjera, nuk dilet në terren dhe të verifikohet. Dhe tani përgjegjësia mbi mbikëqyrësin dhe mbi kompaninë licencuese e cila ka licencën për mbikëqyrje dhe më pas vazhdon tek gjithë eshalloni derisa e ka dhënë lejen ndërtimore dhe e ka lëshuar objektin në përdorim. Kjo është një tmerr të cilën ne çdo ditë po kemi presione të ndryshme edhe nga investitorë të ndryshëm, por tentojnë në një edukim, por përsëri duhet dikush të kontrollojë ata të cilën e implementojnë ligjin, janë inspektoratet e ndryshme, drejtoritë e ndryshme. Dhe pikërisht këtu, Hamdi Sulemani, nga një rregull ekziston, ja vetë në Maqedoni po tregohet se në disa qytete këto rregulla mund të zbatohen, në disa nuk zbatohen, por a kanë kapacitete sipas teje institucionet që t'i bëjnë kontrollet? Se ne përsëri do ndeshemi tek situata ku ligjet janë, shpesh janë dhënë vlerësime edhe nga institucionet ndërkombëtare se ligjet janë të mira. Problemi është e zbatimi i tyre, të tentimi për të anashkaluar këto ligje, ku ndoshta përgjegjësi kemi krejt si shoqëri, se nuk flasim për hir të faktit se njihemi njëri me tjetrin për shkak të njohjeve që ekzistojnë, por kur ndodhin tragjedi të tilla ne përballemi me faktin e tmerrshëm se këto anashkalime, këto shkelje në fakt marrin jetë njerëzish. Pra pyetja edhe një herë për ty është, a kanë institucionet kapacitete për të hetuar, për të vlerësuar nëse zbatohen siç duhet këto ligje dhe këto rregulla? Nazim, nuk kanë kapacitete institucionet dhe prandaj ndos kjo. Kapacitete institucionet tona të Maqedonisë nuk kanë dhe ata në asnjë mënyrë nuk dalin në terren dhe të bëjnë kontrollat në rrallë disa objekte. Ju e dini në pjesën e Pollogut se sa zjarre ka në vitin 2024-2025, sa kompani të mëdha me të cilat bashkëpunojmë çdo ditë dhe kur shkojmë shohim se nuk ka as rrjet të hidrantit, nuk ka as PPZ aparate dhe asgjë tjetër. Maqedonia dhe Inspektorati i Maqedonisë, administrata e Maqedonisë nuk ka kapacitete të kontrollojë këtë. Dhe njëkohësisht në vendet tona, në qytetet tona, janë paraqitur edhe disa kompani të tjera të cilat po bëjnë edhe projektimin e planit për evakuim, jurist, ekonomist, albanolog dhe njerëz të ndryshëm në një Excel apo në një PowerPoint fillojnë të vizatojnë ato plane. Ato plane duhet t'i projektojnë dhe t'i kompletojnë kompani të licencuara, inxhinier të licencuar për atë pjesë e kështu me radhë. Dua të të bëj edhe një pyetje, sepse edhe pse është një ditë e tmerrshme, tragjike, patëm deklaratat e institucioneve, por pati dhe përplasje politike. Ne nuk mund t'i ikim faktit që shpesh politika, lidhjet me politikën, krijojnë situata të tilla. A mendon që mos zbatimi i rregullave buron edhe tek fakti që disa herë politika ndikon që pikërisht ligjet mos të anashkalohen ose mos të zbatohen? Atë që e thash më herët, administrata publike dhe njerëzit të cilët janë në ato funksione, të cilët nuk kthejnë fjalë kryetarit të komunës apo kryetarit të partisë dhe i nënshkruajnë ato vendime, i nënshkruajnë ato projekte dhe i kalojnë më pas dhe kalojnë në lejen ndërtimore, implementohen dhe në fund po shkojnë 59 viktima, 59 fëmijë. Sa për një ekspertizë plus ta bëni ju si medium dhe mediumet të tjera, ja le ta merrni informat, merrni një listë dhe shifni në të gjithë agjencionet apo drejtoritë në Maqedoninë e Veriut, janë të ndara në regione, kush jep, kush kontrollon, kush i nënshkruan vendimet për këta lloj projekte dhe për këta lloj problematikat drejtorisë për
shpëtim dhe zjarr si ishte fiks. Merrni, bëni një analizë dhe më pas do vërtetoni se çka na ndodh këtu në teren. Por do t'i lidhen edhe një deklaratës të kryeministrit përsëri, ai tha që nga nesër do t'i kontrollojmë të gjithë diskotekat. Jo, nuk duhet, pasi që nga nesër nuk do të punojnë diskotekat në Maqedoni nga frika, që nga nesër do të shkojnë t'i kontrollojnë gjitha shkollat, që nga nesër do të shkojnë t'i kontrollojnë gjithë restoranet me kapacitete të mëdha, që nga nesër gjithë kinemat, gjithë qendrat tregtare, e kështu me radhë gjithë institucionet e veta ku edhe ata vetë janë në qeveri dhe në ministri. Po shkove nuk gjetet dot hidrante, po shkove nuk gjetet dot skemë evakuimi dhe asgjë nuk është në funksion. Ata let shkojnë tani let kontrollojnë në institucione tjera. E dini si na ka ndodhur në Maqedoni? Ai thesi i madh është shpërnda, është qa dhe rrjet nga gjithë anët. Nesër nuk na duhen diskotekat të kontrollojnë. Nesër na duhen shkollat nga mëngjesi të kontrollojnë. Ndërtesat e larta nga mëngjesi të kontrollojmë e kështu me radhë dhe të shohim se në çfarë gjendje jemi. Këtë e kemi thënë edhe në modularin e Tetovës kur ndodhi dhe vazhdojmë ta thuajmë. Pikërisht këtu a mendoni që këto rregulla, pra përmendni shkolla, përmendni institucione që frekuentohen në përditshmëri, do me thënë këto rregulla nuk zbatohen as edhe tek këto institucione? Nazim, në projekte që punojmë për kompani të Bashkimit Evropian apo kompani rentabile serioze në Maqedoni, ne punojmë për, unë si arkitekt punoj për shumë kompani, shpesh herë kur bëhet projektimi dhe implementimi i këtyre ka simulim të këtyre sistemeve të zjarrit dhe nuk do të thotë që pronari do ta simuloj, po organizohet një trup tjetër që vazhdon dhe simulon dhe kontrollon. Ja kërkojnë edhe këtë raport, në cilat shkolla në Tetov, në Shkup dhe në vendet tjera, në cilat institucione është bërë simulimi i fundit të sistemit kundër zjarr dhe sistemit për shpëtim, po që se ka ndoshta ndonjë rrallë të cilat janë drejtor apo institucione të përgjithshme dhe çdo kund kjo, çdo kund, vetëm në shtëpitë e banimit nuk kemi sistemin kundër zjarr, po që është diçka më e madhe, edhe aty duhet të planifikohet dhe implementohet, kurse të gjithë objektet tjera duhet të jenë të organizuara dhe të kompletuara me sistemet kundër zjarr. Kretë në fund, i nderuar arkitekt dhe aktivist Hamdi Sulemani, çfarë të solli në mendje kjo tragjedi, se përmende spitalin, por ka pasur edhe një sër tragjedish të tjera, të mëdha, me numër viktimash po kaq të mëdhenj, dhe për fat të keq të përfshirë përsëri me zjarin, ku zjari ka qenë faktor i humbjes së jetëve. Çfarë fliteshte sot në Tetov, në rrethinën ku ti jeton, njerëzit me të cilët ke komunikuar, çfarë ju ngjalli atyre kjo tragjedi? Atyre dhe mua personalisht ja po emocionohem, pasi që unë ende nuk kam gëzuar të jem baba dhe prind. Kush do të jetë fëmia i Radhës në tragjeditë e Radhës, të cilat do të ndodhin në këtë vend? Nuk kanë të ndalur. E dini për sa vite, për 4-5 vite, 153 persona, janë nëna të shokëve tonë, janë djemë të bashkëpunëtorëve tonë nga Koçani, janë familjarë të Tetovës tek autobusi apo tek sistemi modular dhe nuk ka fjalë, ka vetëm emocion. Kjo më shkojnë ndërmend se kush do të jetë i Radhës. Të shpresojmë ose a mund të reagojnë institucionet. Ky leksion nuk do të duhej të ishte marrë edhe një herë, sepse kemi pas për plot leksione. Besoni në deklaratën e zyrtarëve se do të ketë veprime? Nuk besojmë. Sa vite me radhë po ndodhin këta gjëra, e patëm skenarin e modularit Tetov, Besa Transit, patëm Durmotursit dhe gjitha të tjerat. Shpresa është shumë e vogël, populli ka humbur besimin në institucionet përkatëse, do të duhet të përveshim krahët dhe të luftojmë me këtë vend, me këtë sistem kështu. Çka do të bëhet në të ardhmen nuk e dim. Derisa deri në këto orët e vonshme të mbrëmjes nuk ka asnjë dorëheqje. Pa marrë parasysh se qeveria është e re 9 muaj, 6 muaj, derisa nuk ka asnjë dorëheqje. Ajo do të thotë se është një përgjegjësi morale apo si një dërgjegje edhe nga pushtetarët edhe nga politikanët, është një problem i madh dhe këtu shihet sa duhet të besojmë në institucionet në radhë, ditët në vazhdim apo jo. Hamdi Sulemani, arkitekt dhe aktivist, falenderit shumë për këtë intervista emocionale sa njerëzore, por edhe me fakte. Fakti kryesor që ndoshta do ta mbajmë mend nga kjo bisedë është se ekziston një rregullore, sado strikte, por ajo nuk zbatohet dhe se institucionet në fakt do duhet të bëjnë një kontroll të sistemeve
të masave kundër zjarrit, jo thjesht vetëm në diskoteka dhe restorane, por edhe në shkolla, ku ka përditshmëri, ku njerëzit kanë një frekuencë më të madhe, qoftë edhe të institucioneve ku ata punojnë vetë. Fakti se pse i themi gjithë këto informacione, ose pse bëjmë këtë bisedë, nuk është vetëm tragjedia, por edhe vetë institucionet i vën në dukje mangësitë e mëdha. Propozoj ta dëgjojmë edhe një herë deklaratën e prokurorit të përgjithshëm se çfarë ka zbuluar ai në hetim, prokurorët, kolegët e tij deri më tani, dhe do të rikthehemi edhe një herë në studio. Објектот немал хидрантска мрежа, ниту имал хидрант во употребна функција. Немало доволен број на ПП апарати според квадратурата на објектот, односно имало само 2. Немало 2 излезни врати, пропишани за евакуација на луѓе, туку имало една единечна импровизирана метална врата на задниот дел од објектот, но истата била заклучена со катанец и без квака од натрешната страна и обложена со гипс картон и сунџер за звучна изолација. Немало пристап за ПП возила од двете спротивни страни согласно правилникот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Натрешноста на објектот била обложена со гипс картон, но истиот не бил со огноотпорни својства. Немало спуштен таван со противпожарна отпорност, истата непрописно била обложена и со материјали за звучна изолација, како и за визуелни ефекти со лесно согорливи материјали. Во објектот противзаконски биле користени пиротехнички материјали на висина од 3 метри, без соодветна дозвола и без друштво со овластување за палење на пиротехничките материјали. Исто така, на лице место бил присутен и Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, со тоа што констатирано е дека објектот во кој е склучена несреќата согласно имотниот лист е регистриран како деловен објект за лесна индустрија со површина од 419 метри квадратни. Не е извршена пренамена на објектот од лесна индустрија во угостителски објект. И покрај тоа, што за објектот нема пренамена за работа како угостителски објект, истиот има дозвола за работа од Министерството за економија како за угостителски објект издадена уште пред 15 години. Ishte pra prokurori, kryeprokurori Lupço Kocevski edhe një herë duke shpjeguar edhe nga aspekti ligjor të listës së madhe të mangësive të objektit ku ndodhi tragjedia. Në studio vazhdon të jetë me mua kolegu Avni. Nga aspekti human, edhe diskutonim edhe gjatë kohës kur i dëgjonim intervistat, por edhe kur flisnim për emisionin, çfarë të bën ty kur i dëgjon gjithë këto deklarata? Sepse edhe këtu ne përmendim rastin e Tetovës, spitalit, i përmendëm autobuset, por para pak kohësh ndodhi një zjarr ose ra një zjarr edhe në një objekt këtu në Shkup, në Çajir. Pra, sa problematike është që nuk ka masa të tilla, ose që ndoshta edhe vetë njerëzit nuk janë të edukuar se sa e rrezikshme është mungesa e sistemeve kundër zjarrit. Realisht, lëshimi më i madh do thoja është tek institucionet që nuk i ndjekin këto raste siç duhet edhe t'i çojnë deri në fund që t'i zbardhin. Përmendi pak më herët edhe misafirin që i kishe në studio. Rasti i modularës në Tetov, rasti i autobusit në Llaskars, rasti i autobusit në Bullgari, po edhe si që përmende në Çajir ndodhi djegja e një ndërtese e cila për fatkeq që banorët mbi 600 persona vazhdojnë mbeten të pastrëhuar apo të strëhuar tek familjarët dhe ende nuk ka një përgjigje konkrete se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur. Edhe ky ishte kapaku për këtë vit. Shpresoj që mos ndodhi raste të tilla. Do të thënë shtipi, por gjithë Maqedonia është në zi dhe do vazhdoj të kujtohet ky vit për këtë rast. Unë uroj që familjarët cilët e kanë humbur të afërmit ta përballojnë me durim mbi të gjitha, ndërsa ata që i kanë të lënduar shërim sa më shpejt, edhe uroj që të mos ndodhin raste të tilla se
është një iniciativë që ato pak të rinj që kanë betur këtu të shohin drejtimin e tyre në një shtet tjetër europian ku do të gjenin qetësi mbi të gjitha. Ne përmendëm gjatë emisionit disa herë që është një qytet e vogël me 20.000 banor, gjithrethina 25.000 banor, dhe kur humbin jetën kaq shumë njerëz, praktikisht duket sikur nuk ka njeri që nuk është prekur. Ne që kemi përjetuar edhe situata të tilla, por edhe që ndoshta jemi pak në distancë, jemi po ashtë të tronditur. Por në fund, si mendon që do të përballen ata kur nuk do ketë familje që nuk do të njohë një antar, ose nuk do të ketë një antar të njohur familjar, kushuri, fëmijë që ka humbur jetën nga kjo tragjedi? Koçani realisht ka mbetur me 19.920 banor, sepse ajo 20.000-shi është ullur që nga dita e djeshme në ora 3:30 minuta që ndodhi rasti. Thash edhe një herë, shpresoj që mos ndodhi rast të tilla. Përderisa isha në terren, kishte një kolege gazetare e cila përderisa ishte duke raportuar për ngjarjen që ka ndodhur, mori një lajm të hidhur edhe ajo se një pjesëtar të familjes që kishte humbur jetë dhe mbi gjitha mund t'i ndodhë çdo kujt. Por institucionet duhet të mësojnë sa më shumë nga ky rast, por edhe nga gjitha rastet tjera dhe t'i hapin syt dhe të mos ndodhin raste tilla edhe në të ardhmen. Shumë pyetje bëhen sonte, siç tham, tek çështja se kush ka përgjegjësi dhe sigurisht se si do të vazhdojnë hetimet. Këtu programi 200 do të mbyllet sonte. Falenderoj kolegët e mi, Avni Tahiri, Mihajlo Donev, që ishin dhe që përcollën atë që ndoshta kamerat nuk e përcollën ditë për dite, emocionin, por dhe Hamdi Sulemanin me gjithë informacionet që na dha si ekspert. Programi 200 do të vi sërish javën që vjen, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me televizionin Alsat.